për një moment vetëm kur kënë sken me Elionën, a mendove se e humbe përsëri? Jo, unë gjithmonë kom thonë, kur jom konë mrena në Big, çka do që të ndodh, edhe përderisa unë jom brenda qasaj shtëpie, për mu nuk merr fund kur gjo. Do me thonë, Eli u shpall si finaliste e dytë, e ka meritu tepër, do me thonë para me, po mu shpresat se më kanë hub asë edhe njëherë, se më funditës të shajon edhe 2 javë, te Bigo është full dinamika, nuk e din kur çka ndodh mas një ore, lemo edhe 2 javë, apo din 2 javë jënë të mdhaja se kur nuk i dihet, se më funditës synimi gjithë lojtarëve është që me pas debate, apo din mu shty cili pe merë vëmendjen, cili po del ma mirë, apo din kështu që 2 javë jënë të mdhaja dhe gjithmonë jom nisë me qata që për mu hala s'ka marrë kur gjo fund. Deri në momentin që veç u shpalla. Naj moment të ligë me mendu që ka me fitu kur ketë ball për ball aty në fund. Naj moment vetëm që me thonë hupa. Po, qëre meriton, Qa dëshprim, no. Unë seriozisht në Big, bile edhe me do persona që e kom fol, e kom pas kështu shumë këtë intuitën e zhvillume, apo dhe mi ka një zemra senet te për shumë, edhe prej momentin që kom dal prej shpis, të qysh e kom di që thjesht kom e fitu, nuk e di pse o koni një ndjenjë shumë interesante, edhe